Kryedemokrati Sali Berisha ka shprehur gatishmërinë për një përballje të drejtë për drejtë me kryeministrin Edi Rama, i cili është thirrur si dëshmitar në çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Sipas Berishës, kjo përballje është kërkuar prej kohësh dhe konsiderohet e domosdoshme për zbardhjen e plotë të çështjes. Gjykata zbatoi ligjin në kuptimin që firmat aty janë të Edi Ramës. Unë kam një firmë pas firmës Edi Ramës, ex officio firma ime, që absolutisht të gjithë aktivitetin tim kur nuk kam firmosur njerë cili do që ka qenë kryetar bashkie kundër projekteve që ata kanë pru, sepse me kushtetut territori është i bashkive. Berisha kërkoi një përballje të drejtë për drejtë me kryeministrin Edi Rama, duke u shprehur se qytetarët duhet të shohin të drejtën në këtë çështje. Çdo gjykatës serioz vendos marrjen në ndjekje penale të Edi Ramës për ato akte. Por edhe thirrja do të jemi ball për ball aty, edhe i thoni të bëhet burr, mos kërkoj pa media, mos kërkoj seancë pa media, të kërkoj mediat aty. Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal dhe te ngjarjet e fundit në Tiranë, duke komentuar zjarrin në një pallat të cilin e cilësoi si të ndërtuar jashtë standardeve ligjore. Është ndërtuar jashtë të gjitha kondicioneve urbanistike. Ju e pat vetë, keni qenë atje. Zjarr fiksi nuk futej dot. Fatima që shpëtuar në jetët e njerëzve, që edhe mund të humbisnin, por ai ishte një zjarr i paralajmëruar avokatit Armando Lilos. Por nëse Armando Lilo pra nuk kishte faj, atë pse ja mbathi Armando Lilo, zotri? Na thuj pak, pse ja mbathi? Pse iku? Pse iku nga drejtësia? Që ti e nxjerr pa fajshëm. Është Rama i fajshëm, është Erion Velia i fajshëm. Janë këta të cilët kanë shkatruar me betonizimin e Tiranës. Deklaratat e tij përfshin edhe kritika të forta ndaj qeverisë dhe Bashkisë së Tiranës për menaxhimin urban dhe ndërtimin në kryeqytet, duke i lidhur këto me zhvillimet e fundit e problematikat e sigurisë në ndërtesa.